matematikë. Lënda matematikë. Tema: diagrami i venit. Rezultatet e të nxënit. Lexon të dhënat në diagramin e venit. Interpreton të dhënat në diagramin e venit. Përgjigjet saktë pyetjeve të dhëna duke vëzhguar diagramin e venit. Krahason të dhënat në diagramin e venit. Vizaton një diagram veni me disa të dhëna. Fjale kyç, diagrami i venit. Të dashur nxënës, rikujtojmë. Diagrami i venit është një metodë që përdoret në të gjitha lëndët mësimore, në gjuhë, në qytetari, në diturin natyre, në art pamor e tjerë, dhe kemi përdorur për të gjetur të përbashkëtat dhe të veçantat midis njerëzve, sendeve, objekteve, njohurive të ndryshme mësimore e tjerë. Rikujtojmë nga lënda gjuhës shqipe. Rikujtojmë të dashur nxënës kur kemi krahasuar kësule kuqen, kësule gjelbërën, kur kemi gjetur të veçantat dhe të përbashkëtat. Rikujtojmë lëndën e diturit natyres, kur kemi krahasuar perimet, frutat, të veçantat, të përbashkëtat. Rikujtojmë në qytetari, kur kemi krahasuar qytetin dhe fshatin, të veçantat e fshatit, të përbashkëtat e qytetit dhe të fshatit. Tani, vëzhgojmë me kujdes këtë diagram veni. Këtu kam paraqitur nxënësit e një klase. E vëzhgojmë diagramin e venit, i cili na tregon se cilët fëmijë e pëlqen volejbollin, cilët fëmijë pëlqen futbollin, cilët fëmijë pëlqen të dy sportet dhe cilët fëmijë nuk e pëlqejnë asnjërin. Duke vëzhguar diagramin e venit, na del se Gjoeli, Ajseli, Rafaeli, Ledjo pëlqejnë sportin e futbollit. Miri, Anila, Gjeni, Ronela dhe Arbiona pëlqejnë sportin e volejbollit. Elio, Besniku dhe Eva i pëlqejnë të dy sportet, edhe volejbollin edhe futbollin, ndërsa Suada dhe Besmiri që janë jashtë këtij diagrami nuk e pëlqejnë asnjërin sport. Hidhemi te libri. Shikojmë me kujdes diagramin e venit të Gjaxhi autorit. Këtu kemi figurat me ngjyrë të kuqe. Këtej kemi figurat me ngjyrë të verdhë, ndërsa në mes kemi figura edhe me ngjyrë të kuqe, edhe me ngjyrë të verdhë. Gjaxhi autori na ka dhënë fëmijët e një klase, disa në klasë pëlqejnë çokoladën, disa pëlqejnë akulloren, disa i pëlqejnë të dyja dhe disa nuk pëlqejnë asnjëri. I shikojmë konkretisht të dashur nxënës. Duke interpretuar diagramin e venit, shohim se Dritani, Arta, Lindi, Sara pëlqejnë akulloret, pra 4 nxënës pëlqejnë akulloret. Tomi, Besi, Teuta, Iva pëlqejnë çokoladën, pra 4 nxënës pëlqejnë çokoladën. Diana, Altini, Ema, Andi pëlqejnë edhe çokoladën edhe akulloren. Shohim me kujdes jashtë diagramit të venit Enkeli, Era. Këta dy fëmijë nuk pëlqejnë as akulloren, as çokoladën. Ju të dashur nxënës, do të përgatitni, do të ndërtoni në një refletore një diagram veni, ku të tregoni për anëtarët e familjes. Sa persona pëlqejnë frutat, sa persona pëlqejnë perimet, sa persona i pëlqejnë të dyja. Detyra shtëpie, flet pune, faqe 109.